nuk do të vjedhin. Po tham me keqardhje, po tham këto. Për burra ky lloj betim nuk e dhon për vjedhje. Me keqardhje, përqindja e vjedhjeve bëhet më shumë prej femrave. Edhe në treg kemi pyet këtu te na, edhe në për marketet mëdha kemi pyet edhe këtë, edhe ka edhe mashkuj që vjedhin, po femrat paska më shumë numerikisht që kanë vjedhjet e femrat. Edhe ngoni kush po më dëgjoni knina. Asni vez, asni lule. Kë shku dikun, ka o bori ke kalu, plak lule kisha rjen lule. E di unë këtu u qel parku i Prizrenit, parku i qytetit Prizrenit para një 8-9 vjetë kur u hap këtu parku i Prizrenit, e mbushet me lule. Komuna e Ankaras e ka pas marrue, e ka regullue, e ka stolise. 2 javë dit nuk shkuar, kret lulat ja fshinten. 2 javë dit s'kan shku, kret lulat ja vodhen. Lulat tokës. E na burrat, na mashkujt, unë s'mirën me lula, gratë mirë. A lejon burri, po burri mirë e pyet gruan, grua sa i bleve këto lula? Burri mirë e pyetën, ku i gjete këto lula, ku i morët i këto lula? Edhe vladin e pyeti, ku ke marrë këto, ku se ke marrë këto, çka u bë me ty? Çfarë babje, çfarë prindi jeti, çfarë nane jeti? Nëse nana bën kësi punë, këtë liga, edhe në treg kur shkoj, ajo çantën me veti e ka ajo hajdutja. Në treg kur hi, e ka çantën me veti, e vjet anë knina, më thonë që vjet, vërtet anë knina të bim policia në knina, pse unë në çantë kam pas këto, jam ja është tani ka vjet. Edhe këto kam pa edhe në Zvicër kur jam kanë, se unë shumë kam shku në për Evropë, po në Zvicër, në Lugano, një shqiptari ka qelë një dyqan. Në Lugano, Lugano në dini shumë kushi. Edhe i dyqani përshet këpuc dhe të lloj-llojshme, po gjatë verës ato këpuc po i qet me tezga jashtë, në tretuare, se vendi i gjani ishte aty. Aty, ai që po punon e shqiptari, e pyeta, aty jashtë këpuc tani knina. Thasha vjedhin be këtu, që i keni qitë to jashtë plot? Tha po hoq, tha shumë vjedhin. Thash kush ma shumë vjedh këtu? Tha femnat ma shumë. Nuk po thom ta shqiptarët ma shumë, femnat ta ma shumë. Unë për ju drejtohë, mas është mësimi për femna, rru në dorën. As një qërshi, as një kumëll. Veja është e madhe, 10 cent mundët me ke. As një lullë. Ju lutëm. Shiko Kurani që ka thonë. Kur të dvinë Muhammed për me dhonë betimin të ti, ne ta japin betimin, adhurimin ndaj Zotit i pastër. Jo më shku me besu në besimet kota. 1, e 2, mos vjedhin. Se dhe mashkujt plot vjedhin, mashkujt vjedhin me shumicë. Ata këshirin bankën me vjedh, me fshi, me thyje. Sikush ka me pagu, kanë me pagu sikush. A më na po folim për ati aspektit edukativ në familje. Runi familjet, mësoni familjaret e juj, fëmijët e juj, zban mu vonë sofër sa një vjedhur, zban mu heshua borri me lullet vjedhta, zban mu bo stolia shpis me gjërat vjedhta, zban mu shërbyje ti me gjonat vjedhta. Edhe këtë rast do t'ju të regoj se ju e dini, po kushinin në gurbet në diaspor. Kam shkua unë në Hamburg shumë, në Gjermani, tek vllau im. Atëherë kur ka qenë vllau në Gjermani. Marketet mëdhaja, atje supermarketet, jo supermarketet mëdhaja, po kësi dyqanet mëdhaja, si CA e Migros, kësi dyqane shumë të mëdhaja, loj, dyqane me ka 5-6 katë. Këto ma kanë kallëzue në Gjermani, në Hamburg. Ka shku femna janë, këto në ka bo. Këmishat e mirat, shtrejnëta, 100 marka atëherë, sa dhe ma lirë, ose ma shtrejnët, e ka bo dorën me loqë, pinë shpi, edhe ka ardha të këmishës ja ka vonë. Sot, ajo këmishës për shitet se me loqë, kush po vjen me blej, ato me loqë s'pe blejnë, ajo pe di ku ka bo me loqë ato. Nesër për shkon, aja ja kanë nërruë qmimin, aty pinë 100 markave, ja kanë 20 marka, 30 marka, fjalla për vjen, edhe ato. E qatë këmishë do t'a vesha ajo, edhe do t'jetë e dashur të burri,
ose burri që të këmish me vesh me keni dashur të gruja, një në palë haram, me prej haramit që ka del. Edhe tjera trika ka tjera, edhe këto edhe di, edhe mashkujt i di që ka kanë bo. Kanë shku, kanë hi me teshat vjetra, i ka vesh të rejat, ka dal me të reja, e të vjetrat i ka lona të vjerën, i ka dal i veshën pedant. Po elhamdulillah, mas ne i kanë unë do susta, do pulla, ne kamera, ama na muslimant, na kemi sust edhe pullën, ja'lemu khainat al-a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Lillahi ma fi s-samawati wa ma fi l-ard. Allahu toka dhe qijet janë. Wa in tukhfu ma fi anfusikum. Ato që kam shefni ju në shpirtat e juj, ja'lamuhu Allah, a e din? As keni frikën e Zotit?